Pyetjet janë të ndryshme. Shkruan një shikues se thotë a lejohet fekundimi artificial in vitro? Nëse po, cili e ka lejuar këtë apo cili e ka ndaluar? E ka fjalën për ndonjë dietar. Më kujtohet, do thotë këtë pyetje jemi përgjigj më herët, do thotë në një nga emisionet e mëhershme, megjithatë masi është ripërsëritur edhe ne po e ripërsërisim përgjigjen. Themi se çështja e mbarsimit artificial apo fekondimi artificial in vitro, ashtu si njihet do thot në gjuhën e mjekësisë, është një veprim që ka të bëjë do thot me çështje bashkëkohore dhe kjo problematik është diskutuar nga dietarët bashkëkohor në një nga takimet kongreset që ka mbajtur Akademia e Fikut Islam në Gjidde. Është trajtuar do thot kjo çështje nga të gjitha këndvështrimet dhe janë bërë studime të shumta nga mjekët musliman dhe është për arsye se për të dhënë do thot një përgjigje rreth një çështje caktuar, atëherë duhet njihet do thot ajo çështje që në gjitha aspektet, pra pastaj edhe tipet do thot mendimin lidhje me atë gjë. Prandaj është diskutuar edhe në mesin e dietarëve bashkëkohor, janë studiuar edhe rastet, llojet do thot cilat mund përdoren do thot në mjekësi për të aplikimet cilat përdoren do thot të mbarsimit artificial, dhe është një konkluz që është e njohur do thot edhe është e përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Aty do thot përmendet se prej këtyre llojeve të aplikimeve që përdoren në mjekësi, dy janë të lejuara, kurse llojet tjera janë të gjitha të ndaluara. Lloji i parë i lejuar është që të mirret do thot vezorja e gruas dhe spermatozoidet do thot e burrit, që kanë do thot grua burri që kanë kuror do thot legjitime, dhe fekondimi të bëhet në epruvet, dhe pastaj pasi që ndodh fekondimi, ai fekondim do thot të bartet në mitrën e të së njëjtës grua. Dhe kjo formë do thot e mbetjes shtatzan, edhe kjo formë e aplikimit është e lejuar me konditat islame. Dhe forma e dytë është që e njëjta do thot mirën do thot vezorët e femrës dhe të mirën do thot spermatozoidet e burrit, dhe ato do thot të vendosen në epruvet, dhe fekondimi dhe rritja të bëhet jashtë do thot jo në mitër të femrës në aspektin do thot artificialisht, dhe kështu do thot të rritet fëmia. Dhe kjo formë do thot edhe pse është më pak e përdorshme, është e lejuar dhe nuk ka të keqe. Format e tjera të cilat ne kuptojmë do thot marrjen do thot e një femre të tretë do thot edhe me bë do thot fekondim me bar do thot atë fekondim do thot në mitrën e asaj gruaje, apo forma tjera të ndryshme që bëhen ndërmjet një burri dhe gruaje që nuk kanë kuror e kështu me radhë, të gjitha këto janë do thot të ndaluara. Zoti di më së miri. Shpresojmë që shikuesja ka të qartë tashmë për